Kishin kaluar plot 6 vjet, bia ime, që kur Muhamedi a.s. ishte shpërngull nga Meka dhe kishte zënë vend Medine me njerëzit e tij, duke menduar që ekonomikisht të përparonte popullin e tij dhe gjitha fiset tonë në Medinë. Dashuria e madhe e bëri që një natë ra me fjetë Muhamedi dhe edhe pa ëndër se kishte shkuar në Mekë. Po qëllimi i shkuarjes Mekë ishte Qabja. Edhe mas disa muaj ai i mlodhi njerëzit e tij, i mlodhi parin, edhe tha se në shënimet e Kuranit tash është bërë për çdo vit obligim. Është bërë obligim e Haxhileku, kështu që ne do të përgatitemi këtë vit të shkojmë si haxhi në Qabe, edhe të kryjmë ritualin e Haxhilakut. Natyrisht sipas udhëzimeve të Kuranit. Shumica e njerëzve u gëzuan për këtë lajm. U gëzuan sepse edhe ata thuja kur kishin ndajt me njëri tjetrin, kishin biseduar se kështu i kemi pas shtëpit, kështu i kemi pas kopshtet, këtu e kemi bë tregtinë, edhe secili prej tyre kishte një mall për vendimin e vet, po edhe një dëshirë që t'i bashkoheshin Muhamedit dhe vizitojnë Mekën. Kështu në atë mod, do të thotë, u bën rreth 1400 veta. 1400 veta duhet të udhtonin edhe të shkonin në Mekë. Ata morën me veti edhe 70 deve, sepse do t'i bënin kurban ditën e Kurban Bajramit, çka është zakon që edhe ne muslimanët, kudo që ndodhemi, domethënë kemi zakon që ditën e Bajramit, kur Bajram Kurbani, të presim kurban. Pra kjo ishte përgatitje e gjithë njerëzve që morën rrugë për Mekë. Mirë po i dhujtarët atje morën vesh se pejgamberi ishte përgatitur të vinte, do të thotë, në Qabe. Dhe u mlodh këshilli atje dhe paria thanë se nuk është qëllimi i Muhamedit për me vizitu Qabën, po është qëllimi i tij për me pushtu Mekën. Prandaj ne duhet përgatitemi dhe kurse si mos ta lajmë që ai me ardhë në Mekë. Këta e bën rrugën, natyrisht atëherë kanë udhëtu me deve, komb, nëpër ato ranishta, se është një rrugë mjaft e gjatë nga Medina në Mekë, dhe duke udhëtuar afër Mekës, e panë se Mekasit ishin përgatit me një pjesë shumë madhe të ushtrisë për t'i pritur këta që mos hyjnë brenda. Muhamedi pyeti këshilltarët e tij dhe tha, a dini ndonjë rrugë, ndonjë lugin ku ne mund të depërtojmë edhe të hyjmë më lehtë. Njerëzit i treguan edhe këta filluan ngadalë në një anë, domethënë të gjejnë atë luginë, dhe duke ecur rrugës, devja e Muhamedit u ndalë dhe ra në tokë. Njerëzit që ishin me Muhamedin i thanë se devja është lodhë. Është lodhë dhe duhet t'i ndrojmë barën devës. Muhamedi tha, jo, nuk është lodhë. Devja, po është urdhën i Zotit që ne mos të ngutemi. Mos të ngutemi, dhe gjithçka ishte i përgatitur në Muhamedi që me paqë me shku edhe me zhvillu Haxhilakun, me paqë me shku në Qabe. Ndërsa populli që kishte pranë vetes ishin edhe ata të pajisun me armë, dhe ata ishin gati me jetët e tyre për dhënë
vetëm për me hi në Mekë, se aty kishin vendlindjen, aty dëshironin ta krynin Axhillakun, mirë po ushtritë e lojtarëve ju dolën përpara dhe thanë, këto e tutje nuk ban me hy, edhe nuk do t'ju lejojmë kurse si. Kjo ishte vërtet e vështirë për Muhamedit. Ai dërgoi disa njerëz mrena të fiset e ndryshme, të bisedonte që me marrë leje, dise me hy, mirë po paria e lojtarëve i thanë kurse si ne nuk do t'ju lejojmë. Atëherë u bisedu që të bëhet një marrëveshje. Një marrëveshje pra rreth kësaj vizite, u caktuan njerëzit, u ullën, i shkruan, dhe më thonë, vendimet e kësaj marrëveshje. Në vendimet e kësaj marrëveshje ishte që 10 vite muslimanët dhe idhujtarët nuk do të bënin luftë, por do të kishin paqë me njerin e tjetrin. Edhe se këtë vit Axhillakun nuk do të mund ta kryen, por ta kryen motin tjetër. Edhe 2 kondita tjera, të cilat i vuan idhujtarët, ishin se nëse vitin tjetër vini nuk do të qëndroni vetëm 3 ditë. 3 ditë e kryni ritualin e Axhillakut dhe kthehen. Mirë po gjatë kthimit, nëse ndonjë njeri i Mekës ka dëshirë të vijë me ju keni për detyrë atë njeri, edhe nëse vjen në Medinë, të na ktheni mrapsh, edhe nëse ai pranon Islamin. Kurse ju, nëse dikush prej Medine largohet edhe vjen në Mekë, ne nuk jemi detyruar t'u kthejmë. Kjo ishte një farë kondite të cilën Ymeri e kundërshtoi edhe me zemrim gati i revoltuar deshit largohet. Tha kurse si unë nuk e pranoj paqen, nuk e pranoj këtë marrëveshje. Mirë po Muhamedi me urtësi i tha, Ymer, unë jam i dërguar i Zotit, unë jam profet, unë me luft nuk du të zgjedhi, kështu që as haxhi nuk kam dëshirë, as një njeri të me vritet. Prandaj, Zoti ka dëshirë paqen, edhe unë jam për paqë, kështu që Zoti mu do të më ndihmon, sepse Muhamedi ishte shumë i kënaqur që të kryhet kjo marrëveshje. Muslimanët e Medinës, sado që ishin fjalët e Muhamedit se e qetësuan situatën, ishin vërtet të hidhruar se shumë afër i kishin shtëpit, vendlindjen ku kishin ledhe, nuk mund të shkonin në shtëpit e tyre. Pas prerjes, pra të kurbanëve edhe kësaj marrëveshje, këta fillun të kthehen. Po një njeri nga Meka, i cili kishte qenë pjesëtari i marrëveshjes, Ebu Xhehlili, në fund të kësaj marrëveshje pranoi Islamin. Edhe u largu nga Meka dhe shkoi për Medinë. Kur shkoi në Medinë, Muhamedi i tha Ebu Xhehlil, ne kemi marrëveshjen që njerëzit që larguan prej Mekë me i kthy atje. A ju tregoj shenjat në trupin e tij, ishte i rrahur, ishte i munduar,
ju tregoj shenjat edhe ju tha, mu ata deshëm kanë vrarë. Prandaj vërtet unë u bëra musliman edhe ka marrë të ju. Muhamedi tha, në muslimani e ka për detyrë, kur bëhet një marrëveshje, atëherë duhet të qëndrojmë besnik asaj marrëveshje, kështu që unë më duhet pa tjetër të kthej, kështu që Zoti ka me ndihmu ty edhe ne edhe do të gjinen rrethana tjera kur ti do të vish në Medinë. Kjo tregon sa paqësor ishte Muhamedi dhe si përfillte ai urdhrat e Zotit, si përfillte fjalët e Kuranit të cilët njerëzit kishin filluar të bojnë. Kjo do të thotë marrëveshje Hudejbijës është një prej marrëveshjeve më të rëndësishme për popullin musliman të Medinës dhe Muhamedi do të thotë me paqë bëri me Mekasit këtë marrëveshje. Baba, më duhet ta merr fletorin të shkruaj të gjitha këto marrëveshje. Ashtu bija ime, duhet të shënosh, t'i përsëritësh dhe t'i mbajsh në mend se vërtet kjo paqë i ka sjell Islamit shumë mira, saqë në dukin e parë ishte vërtet e vështirë se këtë vetë këta nuk arritën ta kryejnë Haxhillakun si kishin dëshiruar.